Shihet qartë se biznesi Artan dhe Gramos Sakos ka lulëzuar me ardhjen e Belinda Ballukut në qeveri. Dhe pikërisht nga institucionet në varësi të Belinda Ballukut, 2T e Gramos Sakos ka qenë pjesë e tepsisë së tenderave edhe në Unazën e Madhe të Tiranës. Në vitin 2021, kompania 2T së bashku me një tjetër kompani të afërt me Belinda Ballukun, Alko Impex të Arbër Abazit, fituan tenderin 20 milion eurosh për ndërtimin e lotit 7 të Unazës së Madhe, që tashmë është në verifikim nga SPAK. Në garë morën pjesë edhe 5 operatorë të tjerë ekonomik, të cilët u skualifikuan të gjithë, duke ngritur flamurin e kuq mbi këtë tender gjigant. Në maj 22, ARSH i dha plot 15 milion euro pagar kompanisë 2T për tenderin e mirëmbajtjes së rrugëve të rajonit qendror dhe jugor të vendit. Tenderi u shpall në muajin mars 22, ndërsa duket se 15 milion euro kanë qenë të paracaktuara për të fituar nga Gramos Sako, pasi në këtë procedurë nuk mori pjesë asnjë ofertë tjetër ekonomike. Një muaj më pas, 15 milion euro pagar, ARSH ja dha edhe kompanisë Alko Impex të Arbër Abazit me të njëjtin objekt prokurimi, mirëmbajtjen e disa akseve rrugore në vend. Belinda Balluku dhe Eviz Berberi duket se kishin krijuar një besim të verbër te 2T, duke i besuar edhe 75 milion euro tender për ndërtimin e një pjesë të aksit Elbasan Qafthan. Në dhjetor 23, ARSH shpalli fituese 2T dhe ANK Konstruksion për ndërtimin e fazës 3 dhe 4 të rrugës Qukës Qafploç. Ky tender kishte vlerë 50 milion euro. Dhe pikërisht segmenti i ndërtuar nga 2T vetëm një muaj pas inaugurimit të rrugës u shëmb, duke rrezikuar jetën e qytetarëve. Jo vetëm nga ARSH, por edhe ministritë të tjera kanë qenë dorë lëshuar për kompaninë e Gramos Sakos. Në tetor 22, Mirela Kumbaro firmosi plot 10 milion euro për kompaninë 2T për ndërtimin e teatrit të kukullave. Sipas dokumentave zyrtare, në garë ka marrë pjesë vetëm një konkurrent, i përbërë nga një bashkim prej 4 operatorësh. Të gjithë qytetarët shqiptar i kujtojnë mirë ngjarjet e vjeshtës 2023, kur opozita e bashkuar u rikthye në kuvend, duke nisur një rezistencë ndaj qeverisë, me protesta jashtë dhe brenda sallës së kuvendit. Por, teksa opozita protestonte, qeveria ja besoi kundër sulmin ndaj saj Gramos Sakos, kreu të gardës dhe një herazi vëllait të Artan Sakos, pronarit të kompanisë 2T. Fillimisht, revolta opozitarëve u përball me një qendrim të moderuar të gardës, e cila u angazhua vetëm për të ruajtur qetësinë. Mëtej, urdhrat për gardistët u forcuan, derisa arritën aty ku efektivët e Gramos Sakos nuk lejojnë deputetët opozitar të hyjnë në sallën e parlamentit. Paralelisht me këto zhvillime, institucionet qeveritare vijojnë të zhvillojnë tendera miliardëshe, një pjesë të cilave shkojnë në favor të shoqërisë 2T SHPK, ku 50% të aksionave i ka Artan Sako, vëllai i kryegardistit Gramos Sako. Syri Televizion konsultoi vetëm tenderat që kjo kompani ka fituar nga shtatori i këtij viti, kohë që përkon me lëvizjen opozitare në parlament dhe për plasjen e tyre me gardistët. Në këtë periudhë 3 mujore, 2T SHPK e Sakos ka fituar të paktën 3 procedura të mëdha me një fond limit total prej gati 30 milion euro.